Ekspozita Diona e Dheut, çeli dyert këtë të martë në Galerinë e Artit Bashkohor Tiranë, Gocat, galeri, pjesë e Fondacionit Mane, duke sjellë për herë të parë në këtë hapësirë një koncept artistik të rësisht të ndërtuar mbi mediumin e qeramikës. 5 artiste shqiptare: Mira Kuçuku, Lambrini D. Nabojaxhiu, Laura Slamniku Kryeziu, Blerta Suroj dhe Gresa Kurti bashkohen në një ekspozitë që ndërthur breza, stile dhe qasje të ndryshme artistike, por që lidhen përmes figurës mitologjike të Dionës, hyjneshës së tokës dhe fuqisë krijuese femërore. E kuruar nga Suzana Varvarica, ekspozita ndërtohet si një udhëtim në pavione të veçanta, ku secila artiste ruan individualitetin e saj, ndërsa veprat komunikojnë mes tyre në një dialog të përbashkët artistik. Në konceptin kuratorial, Dionat e Dheut risjellin simbolikën e gruas hyjni dhe gruas krijuese, të lidhur ngushtë me tokën dhe materien e qeramikës, një medium që daton mijëra vite më parë si shprehje e gjenezës së jetës dhe artit njerëzor. Diona ishte shumë e respektuar në fistet e periudhave. Atëre gjeta Chelsea. Arkitektura e brendshme e kësaj galerie është perfekt për këtë ekspozitë. Edhe për të tjera, po mua më shkoi shumë për shtat për këto të pesta. Kjo është hera e parë që Gocat prezanton një ekspozitë të këtij formati të fokusuar vetëm në skulpturën dhe instalacionin në qeramik, duke e kthyer hapësirën në një univers simbolesh, formash organike dhe narrativash mitologjike. Për herë të parë, në fakt, në galerinë Gocat vjen një ekspozitë qeramike dhe ende për herë të parë janë 5 artiste gra, me kuratoren po ashtu grua, të cilat sjellin një emocion ndryshe, sjellin materie, sjellin qeramik në teknika të ndryshme. Ne në galerinë Gocat jemi të lumtur që kemi pikërisht këtë ekspozitë kaq interesante që mendoj se do të pëlqejë jashtëzakonisht shumë. Ekspozita Diona e Dheut do të mirëpres vizitorët deri më 28 qershor në Galerinë e Artit Bashkohor Tiranë, pjesë e Fondacionit Mane, duke i ofruar publikut mundësinë ta vizitojë falas këtë udhëtim artistik mes mitologjisë, qeramikës dhe krijimtarisë bashkohore shqiptare.